Policia ka vënë pranga një 41 vjeçar të shpallur me herët në kërkim, i cili tentoi të kalonte ilegalisht kufirin për t'u shmangur drejtësisë. Shtetasi me iniciale RB, 41 vjeç, banues në Lukov, u kap nga shërbimet e policisë Vlorë në bashkëpunim me policinë Gjirokastër në fshatin Kosovic në Dropull, si rezultati i shkëmbimit të informacionit dhe kontrolleve të shtuara në kufi në kuadër të planit operacional Koordinata. Ky shtetas, në bashkëpunim me një tjetër person me iniciale AN, i cili vijon të jetë ende në kërkim, dyshohet se është autori i veprave penale, kultivimi i bimëve narkotike dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Nga hetimet e deritanishme, rezulton se në një zonë malore të Bashkisë Imar, gjatë operacionit policor, u gjetën të kultivuara 302 bimë kanabisi, si dhe 121 kg lëndë narkotike kanabis në proces tharjeje. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë, e cila do të kryejë veprime të mëtejshme hetimore për zbardhjen e plotë të aktivitetit kriminal dhe për kapjen e bashkëpunëtorit të shpallur në kërkim.